Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës u shprehën se janë të gatshëm për mbajtjen e zgjedhjeve të reja, por kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti nuk u deklarua pas takimit. Osmani tha pas takimit me kryetarët e partive politike se ka afat kushtetues deri më 5 nëntor që të vendos nëse do të shpallë zgjedhje të reja apo të mandatoj dikë për të formuar ekzekutivin e ri. Vjosa Osmani tha se Kurti ka kërkuar të takohen para 5 nëntorit. E para e vendit la të kuptohet se në bazë të akt gjykimeve të gjykatës kushtetuese, edhe nëse lëvizja vetëvendosje kërkon të mandatohet sërish për të formuar ekzekutivin, mandatar nuk mund të jetë Kurti, pasi asaj i kërkohet të mandatoj një person tjetër. Sipas presidentes, kushtetuta e detyron atë që të bëjë çmos për të shmangur zgjedhjet. Ajo tha se në takim ka folur edhe për çështjen e buxhetit të vendit, duke theksuar se mund t'i drejtohet kuvendit me kërkesën për zgjatje buxhetore e jo për të kërkuar që deputetët të miratojnë një buxhet të ri. Sa i përket mbajtjes së zgjedhjeve të reja pas takimit, kreu Ramush Haradinaj përmendi 2 datat më të hershme, 7 dhjetorin dhe 14 dhjetorin, duke kërkuar që zgjedhjet të mbahen sa më shpejt. PDK-ja po ashtu kërkoi mbajtjen e shpejtë të zgjedhjeve, ndërkaq LDK-ja tha se asnjëra nga partitë nuk e ka shumicën. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u pyet lidhur me mandatarin e dytë përkatësisht nëse ajo mund të mandatoj 2 herë një person. Në këtë rast, kreun e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, ajo tha se në akt gjykimet e gjykatës kushtetuese të viteve 2014, 2020 dhe 2021 thuhet qartë që herën e dytë presidentja duhet ta caktoj mandatarin tjetër. Këto akt gjykime me vetë faktin që përmendin mandatarin tjetër, interpretimi ynë është që nënkupton mandatar tjetër. A më duket e logjikshme një gjë e tillë? Nuk më duket as pak për një arsye shumë të thjeshtë. Një mandatar ndoshta sot nuk i ka votat, por mund t'i krijoj pas 2 muajsh, pas 2 javësh, tha Osmani. Osmani tha gjithashtu se mund të ndryshojë në rrethanat politike dhe një udhëheqës politik mund të krijojë shumicën, por në akt gjykimet e kushtetueses në disa vende është përmendur mandatar tjetër dhe sipas saj presidenca respekton çdo akt gjykim.